flasim për Ramazanin, zakonisht na shkon mendja tek agjerimi, iftari, namazi dhe adhurimet e tjera. Por Ramazani nuk është vetëm ndalim nga ushqimi dhe pija, por është muaj që pastron zemrën, edukon shpirtin dhe mbi të gjitha na mëson me ndje për tjetrin. Sepse kur njeriu qëndron i uritur tër ditën, ai fillon me kuptu se më mirë atë që nuk ka ushqim çdo ditë. Dhe në moment kur ne e ndjejmë këtë, atëherë zemra jonë zgjohet dhe na shtyn që t'i ndihmojmë të tjerëve. Prandaj, muaji i Ramazanit është muaj i bamirësisë, ku zemra bëhet më e butë edhe dora bëhet më e hapur. Çfarë është bamirësia? Bamirësia është çdo vepër e mirë të cilën e bëjmë për hir të Zotit e Madhreshëm, pa pritur falënderim dhe lavdërim nga njerëzit. Bamirësi nuk është vetëm me dhanë pasuri, por bamirësi është një fjalë e mirë, një buzëqeshje, me falë dikënd nëse ka gabu, me ia lehtësu hallin tjetrit, me i dhanë një iftar një agjëruesit dhe me i dhanë diçka që për ty është shumë e vlerë. Madje Zoti i Madhreshëm na thot shumë qartë në disa ajete të Kuranit, ju nuk do të arrini devotshmërinë derisa të jepni nga ajo që e doni. Pra Ramazani na mëson me ndjej për tjetrin, ndërsa bamirësia na tregon se ajo ndjenjë është kthyer në vepër. Edhe profeti ynë i dashur Muhamedi a.s. na e ka bërë shumë qartë këtë kur ka thënë se edhe fjala e mirë është sadaka, madje ka thënë se çdo e mirë është sadaka, sikur ka dashur me na tregu neve se secili njeri mundet me qenë bamirës, pavarësisht se a ka shumë apo pak. Pra, bamirësia nuk ka për qëllim veç me e ushqy një të varfër apo me e vesh një të varfër, por bamirësia ka për qëllim që të na ndryshoj edhe neve. Bamirësia e pastron zemrën tonë nga egoizmi, na ofron me njerëzit dhe mbi të gjitha na ofron me Zotin e Madhreshëm. Thjesht, bamirësia na mëson që mos të mendojmë vetëm për veten tonë, por të mendojmë edhe për shoqërinë ku jetojmë. Zoti i Madhreshëm na përshkruan shpërblimin e bamirësisë me një shembull shumë të bukur në Kur'an, duke thënë se ajo është një farë që jep 7 kallinje, e në secilin kallinje nga 100 kokra. Do të thotë që njeriu jep pak, ndërsa Zoti i Madhreshëm ia kthen njeriut atë shumë fish. Prandaj, bamirësia nuk e pakson pasurinë, por e shton atë. Dhe natyrisht se bamirësia lidhet shumë ngushtë me Ramazanin, sepse muaji i shenjtë i Ramazanit na mëson se si të përmbahemi nga gjërat e ndaluara, ndërsa bamirësia na mëson se si të japim. Nuk është rastësi edhe që profeti ynë i dashur Muhamedi a.s. ka qenë bujar tër jetën e tij, por kur vinte muaji i Ramazanit, ai bëhej edhe më bujar. Kjo na tregon se agjerimi pa bamirësi nuk është i plotë. Njëherë një njeri i varfër erdhi tek profeti a.s. dhe i kërkoi ndihmë, por në shtëpinë e profetit a.s. nuk kishte asgjë. Atëherë ai u drejtua shokëve të tij dhe i tha: "Kush prej jush do ta pres këtë musafir sonte?" Allahu mëshiroft. Një sahabi e mori në shtëpinë e tij edhe pse kishte shumë pak ushqim në familjen e tij. Ai i vuri fëmijët e tij të flinin pa ngrënë dhe e fiku dritën në mënyrë që musafiri të mos e kuptonte këtë. Të nesërmen, profeti ynë Muhamedi a.s. i tha se Zoti i Madhreshëm ishte i mahnitur nga ajo vepër të cilin e kishte bërë. Dhe kjo na tregon se bamirësia e vërtet është me dhanë edhe kur ke pak. I kemi 3 lloje të bamirësisë. Bamirësia ndaj Zotit e Madhreshëm, siç është namazi, agjerimi, lutja, sinqeriteti dhe bindja ndaj tij. E kemi llojin e dytë të bamirësisë që është bamirësia ndaj njerëzve, si ndihma ndaj të tjerëve, iftari, fjala e mirë, me fal dikënd, me mëshiru dikënd, dhe kemi bamirësinë ndaj krijesave të tjera, siç është mëshira ndaj kafshëve ose kujdesi ndaj natyrës. Prandaj, mesazhi i Ramazanit është shumë i qartë. Ramazani nuk na mëson vetëm se si të përmbahemi, por na mëson se si të japim. Ramazani nuk na mëson vetëm si të agjerojmë, por edhe si të ndihmojmë të tjerëve. Ramazani nuk na mëson vetëm si të lutemi, por edhe të jetojmë me mirësi. Prandaj, mesazhi i Ramazanit është shumë i qartë. Ramazani nuk na mëson vetëm me u përmbajt, por edhe me dhanë.
jo vetëm me agjeru, por na mëson edhe të ndjejmë për tjetrin. Ramazani nuk na mëson vetëm me u lut, por na mëson që të jetojmë me mirësi. Prandaj na mëson që të mirën mos ta mbajmë vetëm për vete, por edhe ta ndajmë me të tjerët, sepse atë që e japim sot do ta marrim shpërblim nesër nga Zoti i Madhreshëm. Prandaj Zoti na bëft prej atyre që agjerojnë me trup dhe me zemër dhe na bëft prej atyre që e shndrojnë muajin e Ramazanit në muaj bamirësie, dashurie dhe mëshire.